Zgjedhari në këto momente mund të ketë probleme për të krijuar një farë stabiliteti që ai dëshiron ose i mungon. E ka marrë malli për një farë stabiliteti në jetën e tij. Është shumë aktiv, ka shumë ndryshime në jetën e tij, është shumë më tepër pozitiv dhe diplomat në komunikimin e tij. Mbi të gjitha ka një empati shumë më të theksuar gjatë kësaj periudhe, ose më thënë ka mësuar të jetë më empatik. Ndërkohë që gjatë kësaj jave, duke qenë se do të kemi shumë ndikime tek shenjat e zjarrit, mund të keni energji të tepruar të cilën mund ta shpërdorojmë në pika ku nuk e nevojite. Për këtë arsye, pikat ku do të kemi më tepër zhvillim, nëse i përdorim mirë gjatë kësaj jave, për shenjën e akrepit do të jenë lënia mbrapa e çdo fanatizmi, ideologjie të gabuar. E dyta, krijimi një ideologjie të re dhe pozitive. Në këtë pikë mund të marrim ndihmë nga persona të cilët janë specialistë të fushave të tyre, që mund të jenë mentorët e tyre ose mësuesit e tyre, profesorët e tyre. Në të njëjtën kohë, që asaj javë mund të kemi zgjidhje të problemeve që kanë të bëjnë me anën e tyre ekonomike, por në përgjithësi për investimet që mund të bëjnë. Kjo është e vlefshme edhe për shembull edhe për bursa ose për lojrat e fatit. Por, duke qenë se për shenjën e shqiptarit mund ta teprojnë shumë kur vjen puna për lojrat e fatit, nuk do t'i këshilloj, mund të krijojnë një farë varësie, pra nuk do t'i këshilloj të fokusohen shumë aty. Gjithsesi, tema tjetër që do të kemi fat për shenjën e shqiptarit, në qoftë se punojmë në këtë pikë, është edhe në lidhje me çështjet e zemrës, jeta sentimentale. Duke qenë se do të jemi në një fazë shumë pozitive. Në këtë moment jemi në një fazë vërtet shumë pozitive për ta. Mund të kemi njohje të reja, fillime të reja, vëndesat që mund të kenë ekzistuar në këtë pikë, automatikisht do fillojnë që të zgjidhen dhe Venusi është vendosur pikërisht te kjo shtëpi, pra te shtëpia 5, që është shtëpia edhe e fatit, edhe në të njëjtën kohë edhe shtëpia edhe në shtëpia e lidhjeve të reja. Kjo është një javë vërtet shumë pozitive, një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme për shenjën e shqiptarit, për ata të cilët dëshirojnë që të bëhen me fëmijë. Kjo javë ose më them që në qoftë se keni ndërmend që të bëni që quhet ajo artificiale, planimin artificial, gjithmonë në fjalë, kërkojndjes, kjo javë është shumë pozitive për të përdorur. Duke qenë se edhe jemi drejt hënës së plot, pra hëna është duke u zmadhuar dhe energjia femërore në këtë rast është duke u zmadhuar, mund të jetë një javë vërtet shumë pozitive. Dita e njëjtë mund ta përdorni dhe ditën e mërkurë mund ta përdorni për këtë